Vrasja në Ksamil arestohet edhe një punonjës policie, 12 persona në pranga për ngjarjen e turistit portugez. Numri i arrestuarve për vrasjen e turistit portugez, i cili u godit disa herë me thik nga roja e plazhit të hotelit në Ksamil, ka arritur në 12. Mes personave të ndaluar është edhe Mojsid Matushaj, 24 vjeç, banues në Gjirokastër dhe me detyrë ndihmës specialisti i hetimit të krimit në drejtorinë vendore të kufirit Gjirokastër. Sipas raportimit të gazetares Klodiana Lala, ai dyshohet se ka ndihmuar 29 vjeçarin Sokrat Vata të largohej pas vrasjes së 20 vjeçarit francez. Hetimet e policisë kanë nxjerrë se Matushaj punonte si bodyguard për kompaninë Elite Security në të njëjtin lokal Principot, ku ishte i angazhuar dhe Sokrat Vata. Dyshimi kryesor është se ai i ka krijuar mundësi Vatës të largohej nga vendi ku ndodhi krimi. Ndërkohë, autoritetet kanë shpallur në kërkim Bekim Bulicën, pronarin e lokalit. Ai konsiderohet pronari në hije i hotelit të njohur në Ksamil, ndërsa në dokumentat zyrtare si pronare figuron nëna e tij, Kade Bulica, 72 vjeç. Sipas të dhënave paraprake të hetimit, konflikti dyshohet se ka nisur për motive të dobta. Një nga pistat që por verifikohet nga grupi hetimor lidhet me një femër. Miguel Mendes kishte mbritur në Ksamil së bashku me një grup turistësh me qëllim që të kalonte pushimet në jug të Shqipërisë. Pas ngjarjes, 29 vjeçari Sokrat Vata, banues në As dhe i punësuar si roje plazhi në këtë hotel, u largua nga vendi i krimit. Policia e lokalizoi pas kontrolleve dhe arrestoi në Fier.